Jemi këtë pjesë të këtij emisioni sonte kam një mysafir special se sa ka zbrit prej ishullit, prej Londrës, një shqiptar i suksesshëm që e shohim në për shumë vende të botës tu morë me shpirtin. Jeton Selimi, ka lind në Gostivar, a ka lind jashtë Gostivarit? Gostivar. Gostivar ka lind. Gostivar. Cili vit shkove jashtë Gostivarit? Jashtë Gostivarit kam dalë 1984, në shkova në Shkup. 1984. Shkova në Shkup, po. Kur kam lindur unë? E shëftë si vinë koha? Shkove në Shkup? Në Shkup, korrekt. Studiova matematikën, një ndër shkollat më të famshme në atë kohë të matematikës në gjuhën maqedone, Kurshagini. Pastaj, prej Shkupit ku? Shkova në Zagreb. Në Zagreb, për çka? Për shkak se në atë kohë ne si shqiptar nuk i kena pas gjithë mundësitë dhe nuk na i hapçin dyrat që ti mund ta ngrish veten në nivel intelektual që zemra të dëshiron dhe shpirti të dëshiron. Vërtet. Dhe kisha tepër ngacmime kur isha në Shkup, edhe hyna direkt i thash babas dhe nënës, dhe paraqitem te universiteti më i mirë i elektroinxhinierisë që ishte në Zagreb. Zagreb. Dhe kishim provimet pranuese dhe veç 120 studentë merreshin çdo vit. Okej. Edhe e mora vendin e parë në tabelë. Dhe fillova studimet ke fakulteti dhe mbas një viti me një lufta nisi dhe më morën armatën jugoslave kur nisi lufta në Ishe ushtar? Korrekt. A mora pjesë në luftë Kroacisë? Kroacisë edhe në Slovenisë. Isha në Trebinje ishe edhe në Dubrovnik. Aty e kreve luftën ose bim ushtarak? Domethënë kur nisi lufta ishte një gjë që gjithë identiteti shkatrohet, po ajo urrejtja serbe që kishin ndaj shqiptarëve ishte edhe në ushtrinë armate. A ke vrasë? Si? A ke vrasë? Mos e ka luftë edhe mund. Lufta me luftën bëhen shumë sende bëhen luftë. Pastaj prej luftës ku shkove? Prej luftës domethënë sefte jeta më shpëtu prej një ish kapetani në armatën jugoslave që ishte me vërtet prej komunistëve me ndërgjegje. Okej. Dhe në atë kohë, fluturimet e fundit që dishin pa vizë me pasaportin jugoslav, ishte për në Londër. Domethënë, ai generali i ushtrisë serbe të ndihmoja? Më ndihmoi. Jo serb. Jo serb? Jo, i Malidzi. Okej, domethënë ai e kishte domethënë identitetin ai vetë se unë jam malzes. A mo shërbente për ushtrinë jugoslave. Jugosllavisë. Konkretisht Serbisë të tashme. Po tashmë nëse them ashtu, atëherë ishte Jugosllavia ende nuk ishte Jugosllavia e shpërvame, Kroacia, Slovenia, Molizia, Macedonia, Kosova kanë qenë pjesë përveçse në atë kohë. Shkove në Londër mandej. Londër, korrekt. Çka studiove në Londër? Sefte mbrita rrugëve. 6 muajt e parë nuk isha duke studiuar, por isha duke qajt. Domethënë gjëra që ndodhen gjatë luftës, çka ndodhte në shtet, humbjet që ndodhen materiale, humbjet e jetës, që ka ndodhur me shtetin, me identitetin tonë. Dhe fillova të punoj shumë punë. Dhe 2 vitet e para, domethënë bëra gjuhën angleze dhe fillova të bëj provime që më duheshin të hipi një ndër fakultetet më të mirë në Angli për elektronikën. Ti vazhdova pra prej matematikës në Po, vazhdova domethënë te Fakulteti i Elektroinxhinierisë University College London. Domethënë aty kryve 2 fakultete të inxhinierisë dhe të menaxhimit të organizatave, të sjelljes të organizatave. Dëshiroja që të bëj kombinim të menaxhmentit, që duhet nga ana e psikologjisë, por gjithashtu nga ana e teknologjisë dhe si mund ta ngri karrierën shumë shpejt. Për shkak se shumë vite kaluan, dhe unë isha student më i vjetër se studentët e tjerë. Domethënë studentët që ishin në gjeneratën time, ata ishin 5 vjet më 3. Domethënë unë dështe shumë më shpejt të mësoj, të mbrin në atë send që karriera ime të përputet ku janë njerëzit tjerë. Dhe ndërkohë punoisha 4-5 punë. Domethënë 10 vitet e para unë s'kam pas asnjë farë pushimi, kam punuar çdo ditë dhe kam studiuar çdo ditë. 10 vjet. 10 vjet. Pa pushim hiç. Pa pushim hiç. Asnjë javë. Asnjë ditë, asnjë javë. Asnjë ditë. Asnjë ditë, jo. Është dhunë pak për shpirtin edhe për trupin? Po, është dhunë, po gjithashtu kur keti një qëllim shumë të fortë dhe prej zvogël unë kam pas qejf shkollimin. Edhe prindërt investuan përstepër për gjithë ne, si gjithë prindërt që dëshirojnë fëmijët e tyre të shkollohen. Unë kam ditë se do të bëjmë një inxhinier tepër i mirë. Dhe rrethanat që ndodhen, gjithë sfidat që erdhen me rrethanat, posaçërisht ti të shkosh me një shtet si është Anglia dhe qytet si është kryeqytet që është Londra, pa mos njeh asnjë,
dhe gjuhën nuk e di shohun aq shumë. Domethënë ne në atë kohë po mundeshim të thëmë se ke emrin dhe të këndojmë disa këngë në gjuhën angleze, po të duhet shumë tepër të integrohesh me një shtet që kultura, vlerat, përparësia, shumë sende në rrjetet sociale dhe në karrierë shumë më ndryshe për Ballkanit. Okej, cila është thirrja e juaj tash akademike? Thirrja e mirë akademike për 3 dekada tash kam krijuar metodologji unikate për ndryshimin e sjelljes njerëzore dhe transformimin e psikologjisë, transformimin e leadershipit, transformimin e politikanëve dhe të përcjellen këto metoda të 1 miliard njerëz në botë. Ke studiu menaxhment, mandej e ke gërshëtu pak edhe me psikologi. Korrekt, psikologjinë e kam pas prej fakulteti. Por Çka ke studiu pe psikologjisë? Si? Çka ke studiu pe shkencave sociale? Sociale, do të thënë Po. kam studiu sjelljen njerëzore, Okej. dhe sjelljen e organizatave dhe ndryshimin change management. Sjelljen njerëzore në cilën fushë bën pjesë kjo, të psikologjia, të filozofia, të Edhe te sociologjia? ato janë gjithë të lidhura. Nuk janë, do të thënë, sjellja njerëzore i përfshin gjithë ta fusha. E kjo është, ka një fakultet specifik në Londra, në Angli, për shembull, që Në merret Angli, me mirë studimin e kësaj fushë. University College London. Okej. Do të thënë ata i kanë të, do të thënë, ke lami të ndryshme që e përfshin edhe inxhinierin, Po. po edhe psikologjinë, po gjithashtu organizatat, biznesin dhe leadershipin. Që i bjen psikologjia në organizata. E të organizatë, Afërsisht. korrekt. Për shkak se në kohën çdo organizati, nëse nuk je punëtor që janë produktiv dhe nuk e kanë performancën dhe nuk e kanë sjelljen njerëzore në organizatë, ata mund ta shkatërrojnë edhe organizatën, edhe produktivitetin, po edhe profitabilitetin e Çka organizatës. thot shkenca për neve shqiptarë që nuk funksionojmë në grup, në organizata? Domthon pse kemi këtë metë, pse kemi këtë defekt na shqiptarë? Domthon kështu individualisht jemi suksesshëm, por kur bëhemi bashk në organizatë ose në grup, kena pak pengesa. Kena pengesa, por besoj se me ndryshimin e psikologjisë, neve na duhet si shqiptarë së pari të bëjmë një investim të vetja. Ke individa, si tha e veçve, që e bëjnë atë punë, por nëse dëshirojmë ne të krijojmë një kolektiv më të mirë, dhe nëse shqyrtojmë ne të krijojmë një vizion për shqiptarinë, do të thonë si shqiptar, nëse efte njerëzit që i kena në pushtet dhe në leadership, ata duhet të kenë dhe një trajner të mirë, që mundet të ndryshojnë gjithë psikologjinë dhe qartësojnë vlerat, qartësojnë sjelljet në të cilat ata kur merren për shembull një politikan, nëse vjen në pushtet, besueshmëria te populli, domethënë është humbt te ne në përgjithësi. Domethënë pa marrë parasysh që parti politike tash kur bisedon me njerëzit edhe shkon në tema të ndryshme, njerëzit janë mësuar që mos u besojnë politikanët. Ajo duhet ndryshojnë te ne. Për shkak se nëse ti me sjelljen tënde nuk e vepron atë që the, me kohë njeriu nuk beson. Okej. Krejt vjen te besueshmëria. Jeton Anglia dim që ka shkollimin ndër më të avancuar në botë, ndoshta më i shtajtin në botë. Shqiptarët e kanë gjetë veten shumë në këtë Evropën, në këtë botën, po edhe në Angli, domethënë ka njerëz që janë shkolluar në Angli, ka njerëz pse nuk na u kthehen njerëzit tonë që shkollohen jashtë vendit për shembull. Pse s'kthehen me pru praktikën këtu? Kina në një Ka po, ka raste stres minore, vogël. ka raste pak. Korrekt, kena shumë pak kena. Po problemi është këtu. Domethënë nëse ti i shef fëmijët e diasporës shqiptare. Po. Domethënë ata investojnë përstepër me të shkollohen. Po. Domethënë me shkollimin, gjithashtu në rrethin në të cilën jetojnë, i ke shumë gjëra që ai njeri mendon se çfarë veprime a do të jeton në atë shtet ose do të kthehet në trojet shqiptare. Nëse ti nuk i shef perspektivat e njëjta, Okej. domethënë mundësitë e njëjta, se ne kena tepër shqiptarë në diasporë që me të vërtetë mund ta ngrinë gjithë trojet tona shqiptare. Janë shumë suksesshëm. Dhe bëhet gjithë popullit suksesshëm, jo veç individa. Por nëse shteti si shtet, për shembull në Kosova, nëse Kosova si shtet nuk merr masa që të krijohen perspektivat e individave, dhe ata individ që të mund të shprehen dhe të bëjnë vepra që janë shumë të mëdha që përputhen me edukatën që e kanë kriju, dhe gjithashtu të ndryshohet edhe rrjeta sociale. A mendoj që do edhe të marrë kultura. me jetu ju këtu për me bën ndryshimin? Jo, ndryshimi mund bëhet çdo kund. Do të thonë ne jemi atash në televizor, ne bëjmë ndryshim të çdo njeri që e shoh këtë televizor. Po duhet mirë po në praktik ju që funksiononi. Domethënë ju që keni shkollim të huaj në këtë rast, të jashtëm,
do një marrë me bom praktik qatë shkollimin që keni bërë. Po e kena në praktik, për shembull e kena e njofi Përparim Ramën. Okay, Përparim Rama ishte në Londër. Po. A ju kthi dhe tash është. Apo të pëlqen Përparim Rama që ka funksionuar me Prishtinën? Nuk e di timtat e Prishtinës, unë shoh ndryshimet që kanë kryer. Në ora 4 del për studios tonë, shkon qendër mandej e sheh ndryshimet që kanë bërë. Shoh ndryshime shumë të bukura që kanë ndodhur. Normal se ka probleme. Probleme janë zgjidhen. Por ne si popull kena shku shumë para, posaçërisht Kosova. Unë kur viseftem nga Maqedonia, kur hipin autostradën e Kosovës, këta se ne s'kanë ekzistuar para ish Jugosllavisë. Kur hipën të pamja e Prishtinës ka ndryshu. Normal se vinë probleme. Probleme gjithmonë të jenë. Po të shpuna se a kina njerëz që janë udhëheqës që ti rregullojnë këto probleme. Për shembull, tash kur erdha Këndisa kishte plot mbeturina ka kalova. Mbeturina, vërtet. Mbeturina, do të thonë këta gjëra që mund të rregullohen. Dhe nëse shefti, do të thonë diasporën tonë, unë di shumë njerëz që kam klienta privat që ata investojnë në Kosovë. Investojnë, kryojnë sende, kryojnë fabrika, kryojnë spitale. Çfarë kuptimi thu klienta privat? Do të thonë kam klienta që ata Ti jeni lloj konsulenti. Konsulenti i, do të thonë, edhe i liderave, edhe i bizneseve, por gjithashtu privat për çështje private. Edhe i liderave politik? Edhe liderar politik. Do të thonë se çdo lider ose çdo ekzekutiv i një kompanie, ai nuk është vetëm ekzekutiv ose lider. Në çfarë fushë i këshillon, për shembull, lider politik? Cila është fusha që... Do të thënë, kjo dy tipa liderave. Po. Lideri politik, do të thënë, ai merret me shumë probleme të jashtme, do të thënë me votuesit, me partitë ndryshme, do të thënë do të jesh një negociator tepër i mirë dhe të bësh një përputhje, një lidhje me shumë njerëz, me shumë mendime të ndryshme. Dhe ti je në shërbim të popullit. Dhe streset që vinë, kur jenë në jetën publike, një shumë matë ndryshme të një liderit në ekzekutiv që punon në kompani. Dhe me thënë, puna që bëj me njerëzit është përcaktuar direkt me probleme që ai njeri në atë fush i ka. Cili lider shqiptar është kështu material i papërpunueshëm? Se nuk e merr informatën. Se nuk i kena këtu. Ti kena këtu në mund të flasi disa pyetje. Po për njerëz publik mund edhe me fol. Po mund të një shembull të mirë që unë krenohem për Kosovën është Vjosa Osmani. Me thënë serte e shofit intervistat që i ka bërë në përbot, posaçërisht në BBC, dhe mënyrën në të cilën ajo komunikon. Me thënë neve në duhen shqiptar të ngritur me fjalor të ngritur. Jo me debata që nuk mund të ndigjosh. Disa debata unë kur i shoh në trojtë shqiptare, është në Kosovë, Maqedoni ose në Shqipëri, mu kokëm dhem. Çka o zhurma në debat mungese argumentit? Si të bëj jo argumentit. Argumenti është mirë nëse din mënyrën në të cilën ti të flasish. Po thuvi jo sa është në nivelin e duhur. Korrekt. Të komunikimit. Mu pëlqen të komunikimi, në mënyrën në të cilën ajo i shef. Për shembull, kur vjen puna mes Kosovës dhe Serbisë. Ajo bën një debat shumë të mirë. Edhe kur e bën intervistën në BBC, i thash bravo. Për mua ti them diket bravo, më vjen shumë rënd për shkak se duhet të jesh tepër në integritet me veten, por duhet ka kesh edhe ditunin që kur i del ti një armiku si këtive të Serbisë, ti me detyri i vret. Jo me të bërtitme. Ku dallimi mes liderëve tonë dhe aty në jashtë Kosovës, këtë rast Anglisë. Shumica e liderëve në Angli ata bedisojnë çdo ditë. Do të thonë ata kanë konsultenta privat që gjithmonë ju ndihmojnë dhe i këshillojnë. Dhe ata e ngrisin inteligjencën emocionale, ata çdo herë investojnë atë. Pse? Për shkak se sjellja në të cilën ti sjellesh kur është një gjë e vrrullshme ose diçka që sfidon, ata nuk bërtasin si bërtasin politikanët tonë. Do me thënë, ti edhe populli, nëse e shefti çdo ditë një politikan që e ke zgjedhur. Po na shqiptarët pa partit pak nuk morën vesh. Do thonë pa na partit ka pak kështu na kena hala kështu. Po kjo është problemi. Mentalitet të kjo është problemi, se ne besojmë nuk morën na vesh. Po un kam shqiptarë që kena komunikimin fantazi. Edhe punën që e bëjnë ata me punëtorin e tyre. Kam klienta që në Zvicër që kanë bizneset e tyre mbi 10 milion, 100 milion euro. Shqiptar. Korrekt, unë frymësojmë për tepër me kur shoh shqiptarët tonë pa marrë parasysh trojtë tonë ose jashtë, krijojnë biznese, krijojnë studio, krijojnë një shërbim për popullin tonë. Edhe me këto gjithashtu vijnë shumë sfida, për shkak se gjykimet dhe paragjykimet për i popullit nuk ndalen. Nuk ndalen. Nuk ndalen. Që jemi si popull na, jemi pak paragjykues ose shumë paragjykues na shqiptarët.
Po, Unë të shoh në ty dhe në bazë veshje u tham ti nuk je bashkëburr i mirë. okay. Ose kundërta. Paragjykimet gjithmonë ekzistojnë. Ajo është pjesë e sjelljes Na e njerëzore. kemi theksuar kjo E gjashtë. kemi theksuar. Por është puna se mund ta ndryshojmë paragjykimin në diçka që mund të bëhet shërbim. Shërbim është kur është një kritik që me të vërtet ti e merr dhe e ndryshon jetën tënde. Domethënë ti mund ta sfidosh një njeri me një kritik që ja ngrit dijen, ja ngrin shërbimin, ja ngrin komunikimin, ja ngrin dashurinë, ja ngrin punën, ja ngrin suksesin. Ti nëse e flet një fjalë që e paragjykon një njeri që dëshiron ta shohësh ma ulës se ti nuk je njeri vet, ti je kafsh. Domethënë neve çka na ndallon prej kafshës është inteligjenca jona dhe mënyra në të cilën e shprehna me një njeri tjetër. Qasja. Qasja e të njeriu. A jem popull i mirë në shqiptarët? Unë besoj në popullin tonë. Unë do me thonë edhe në përbot e ndaj vizionin shqiptar. Do me thonë si shqiptar se ne shumë njerëz punuan kundra neve si shqiptar dhe krijon një imazh të rrejshëm se ku shqiptarët janë. Do me thonë gjithë klientët e mi në përbot, tash isha në Dubai punova me sheika. Do me thonë va ndryshoj perspektivën se unë nuk i thon vetvetes se nuk jam shqiptar. Edhe në rrjetet sociale kam një hashtag vizioneri shqiptar. Do me thonë gjithë ne, posaçërisht në botën publike që jena, dhe në shërbim popullin, e kena për detyrë që të bëjmë një imazh pozitiv të kombit tonë. Ne si shqiptar mes vete mund të them diçka tjetër. Por unë besoj si shqiptar, për shkak nëse ne kishim një shtet si Anglia ose nëse Shqipëria ishte shtet i fortë me kohë, neve s'u lundte me ne si shqiptar askush, por ne kena qenë përçar me qindra vite. Dhe ne kena këto debata që me ndryshimin e psikologjisë ne mund të krijojmë një vizion që është i bashkangjitur për popullin tonë. Jo vizionet vogla dhe askush nuk merret vesh. A dojmë vendin tonë në shqiptarët? Po, unë çdo shqiptar që kam takuar edhe në diasporë ne na adhurues të vendit tonë. Domethënë, si zakonisht çdo shqiptar e bën një shtëpi në vendin e vet. Vërtet. Edhe si shqiptar, unë e di shumë shqiptar që i bëjnë fëmijët këtu dhe martohen, i bëjnë darsma këtu, domethënë edhe ajo është investim. Dashni. Është dashni. Ne kemi disa vlera që unë i adhuroj prej zvogli këto sende. Edhe gjithashtu i shofi gjëra që neve na pengojnë. Domethënë gjërat që sam sefte paragjykimi. E dyta është domethënë ne nuk bashkohen si popull. Domethënë nëse i bashkojmë ne liderat shqiptar. Ne kena mate për partia si shqiptar se sa popull, realisht të tregoj. Domethënë këta janë këtë përçarje. Që shta fishta, ma let i bën një grusht pleshta se bashkë se... Domethënë nëse ne i marrim normal të duhet një konkurrencë. Normal, është ajo për çdo gjë në jetë. Por ne kena shumë konkurenca që kena kriju partia të ndryshme shqiptare. Dhe neve duhet të evoluojna si popull. Domethënë çështjet që në perëndin janë normale në shtetet tona nuk janë. Për shembull, kena ne për shembull gjërat nga ana e dhunës, nga ana e integritetit, nga ana e domethënë jetës të përditshme njeriu që jeton. Dhe ti nëse nuk e ngrin standardin e çdo njeriu, edhe veç disa individa lulëzojnë, ajo bafqe me lule do hupet. Domethënë ne si popull duhet të krijojmë atë mundësinë që shqiptari prej jashtë dëshiron të kthehet në trojet tona. Unë e shoh tash si ndryshon politika në Shqipëri. Dhe në Shqipëri ata bëjmë promovim të madh në përbot për Shqipërinë. E një që duhet ndodhet edhe për Kosovën, po edhe për Maqedoninë. Për shkak se gjërat që ne i ofrojmë në botë nuk janë. Çka ofrojmë na për shembull? Një gjë që ne kena mikpritjen e kena të mirë. Po. Edhe ne jena njerëz, domethënë social, jena social. Po kena ne probleme, ama ti nimik mund ta shofish edhe dikush të prezanton. Ti më njëherë ne fillojmë bisedat, bëjnë gjëja, domethënë ende kena atë afërsinë që e kena si popull. Dhe ti si zakonisht e thirr edhe një të huaj e thirr në shtëpi edhe ja buk. Vërtet. Në shtetet perëndimore këta sende janë largu ka. Është largu modi. Pse hala Evropa na sheh ose bota pak si popull i rrezikshëm kur dalim jashtë, Evropa na sheh pak si jemi një farë targeti hala me kanë një ull të zezë në për botë. Prap kthena te sjellja njerëzore, se ne reagojmë shumë shpejt në gjëra. Po. Domethënë nuk kena një kontroll të vetes, nuk kena një kontroll të emocioneve, dhe ti nuk je njeri stabil nëse ti reagon. Ne kena dhunën. Më treguan kishte emision Big Brother që dikush i kishte rraf dikush tjetër në publik. Domethënë këta gjëra do të ndryshojnë popullin tonë. Domethënë njeriu që nuk ka kontroll me vete, dhe ti ke një hapësirë
publike. Pse në Londër nuk rrehen në herë fizikisht njerëzit kështu? Jo, kam qenë Londër, derisa këtë kohë s'kam pa një njeri në televizor të rafe një njeri E tjetër. kështu në jetën e përditshme? Në jetën e përditshme nuk e di, nuk Rrehen mirën nga ata rjetat Rrehen nga pak, ku bëhen. Domethënë njerëzit e kanë më tepër, domethënë çka na dallon neve prej kafshëve? Sjellja. Sjellja. Sjellja dhe mënyrat se ne jena konsjes. Domethënë ne mund të mendojmë për gjërat edhe mund të mendojmë për pasojat. Domethënë prandaj thonë ne kafsh dhe njerëzi. Pse janë shqiptarët kaq të lumtur? Domethënë çdo statistikë ose çdo test që bëhet, shqiptarët dalin ndër popujt më të lumtur në botë. Ku e morën këtë lumturinë? Ajo varet këtë prej individit. Domethënë ne ende kena afërsi familjare. Domethënë ne japim shumë rëndësi familjes. Sigurisht. Po gjithashtu ushqimin e kena të mirë. Ushqimin? Ushqimin e kena shumë të mirë, ne si shqiptar. Gjithashtu muhabetin e kena të mirë. Kur hapet shqiptarit kënaqesh. Kënaqesh. Nëse shef gjërat kur festojmë diçka, për shembull, ne kënaqena. Nuk jena një popull që nëse shohin disa vende në përbot, ata zin atë vallëzojnë. Që i bjen Ne këtë shqiptarët din të vallëzojmë. Që i bjen kjo që parja nuk bën të lumtur. Domethënë që nëse parja bën të lumtur, na jemi më të punë të lumturit në botë. Unë them okay. Si kishe pa veten, domethënë, me parë i smun ose pa parë i smun? Dihet ajo. Okej. Domethënë parja e ka rolin e vet. Domethënë nuk është një qesë i lumturisë, për është pjesë i lumturisë. Një element me krypuni. Është pjesë e lumturisë. Domethënë për disa njerëz që nuk e kanë nuk mund t'i mbrin, t'i paguajnë gjërat elementare në jetën e tyre, normal se ata nuk do të jenë të lumtur. Sigurisht se krijon stres të madh. Korrekt, krijon stres të madh ato që prandaj gjithmonë ju thon njerëzve të kenë një balancë. Me një balancë, domethënë unë besoj në popullin tonë jena këtë punëtor. Po thu që jemi punëtor, a? Jena punëtor. Atë jam. A mendon që jena më punëtor kur nuk jem në shtëpinë tonë për shembull? Domthonë shqiptarët në përbotën shumë suksesshëm, derisa atë na ka pak hala jemi pritojmë të gjynë shpitonë, hajtë se bëjmë nesër. Edhe vështërsia, sfidat e ndryshme dhe ti kur nuk je baban ose nanan të të limone, të ti tregone, të ti regone gjithë qëja, ti veç trupi, mendja, shpirti do të çone të bëhesh i suksesshëm. Domethënë dëshiron ta te kalosh atë send dhe mos i kesh këto sfida. Dhe ne jena të gjinshëm. Si popull jena të gjinshëm. Ti bjerën një shqiptar në përbot, të gjuje dikun, thaj dhe luzone. Të bëne diçka, të bëne një biznes, dhe njerë mirë dhe njerë kesh, dhe kryone, dhe dele diçka. Domethënë ne jena të gjinshëm. Edhe prandaj unë i ndaj vlerat shqiptare se nuk është populli jonë ma ndryshe se populli angles, ose si një popull tjetër. Domethënë, unë nuk besoj dallim nga ana e nacionalitetit. Domethënë, nëse ne nuk kena dallim prej popullit tjetër, çka është ajo në mes vete që mund të krijojmë, që mund ta ngrijmë shtetin, popullin dhe jetën e çdo njeriu në një nivel më të lartë. Domethënë, ne nëse si lidera e parashtrojmë këtë pyetje, si biznese e parashtrojmë këtë pyetje dhe krijojmë një plan program, një strategji. Këto janë puna që kur hip në biznes dikun dhe i pyetje tan ditën se çka janë gjithë problemet e biznesit. Unë s'bëj asnjë farë trajnimi pa më hyrë në thelbin e biznesit ose për çka ata investojnë me një ekspert, se çka dëshirojnë të krijojnë dobi. Dhe ti nëse nuk e rrit, domethënë produktivitetin në biznes, dhe nëse nuk i trajnon njerëzit që punojnë me ty si një pjesë familje, ata do të largohen. Edhe në kohën e sotshme është bërë shumë rënd të gjesh punëtor dhe punëtori që përputhen me vizionin e biznesit. Dhe kjo është problem botror, posaçërisht prej Covidit deri tash, edhe do të vazhdojnë. Edhe me rritjen e inteligjencës artificiale, shumica e njerëzve do të jenë pa punë. Pse? Kush më ne kry punë neve? Prej Covidit deri tash, unë dash një fjalim në 8 platformën, që është një platforma më të mëdha për spikerat në përbot. Domethënë, e dash fjalimin para disa viteve, para se më flat për inteligjencën artificiale. Unë e parashikova se çka teknologjia do të bëne për botën. Edhe parashikova humbjen e afër 70% punëve në përbot. Domethënë, ne si njerëzim nuk e kena kriju hapësirën dhe vendin
në të cilën njerëzimi mund të lullëzone me inteligjencën artificiale. Ne krijojmë diçka aq të fuqishme, por nuk e përgatitëm njerëzimin. Nuk jemi gati. Shtetet, do me thënë, shteti si shtet nuk është gati. Shteti anglis më kanë kërkuar të bëj një konsult me lordat e parlamentit. Për shkak se, do me thënë, ndryshimet që ndodhin inteligjencën artificiale janë të su një mendosh sa shpejt ndodhin. Do me thënë, prej vjet deri si mjet, aq gjëra, aq aplikacione janë kriju, që neve deri tash në dash 100 vjet ta krijojmë diçka që mund ta krijojmë tash për 1 muaj. Do me thënë, ndryshimi në jetë ka ndryshone shumë shpejt. Nëse shohim në Japani, tash i kanë bërë gjithë androidat, humanoidat me inteligjencë artificiale të jenë policë. Mjekësia është e njëjta. Do me thënë, shkojnë në disa evente ku jap fjalim për mjekët. Dhe me njerëzit, me kompanitë që bëjnë teknologjinë në inteligjencën artificiale, ata janë shumë ma para se sa ku është mjekësia. Do me thënë, mjekësia i duhet një upgrade. Edhe nga ana e mjekëve, edhe nga ana e do me thënë teknologjisë dhe zhvillimit, po gjithashtu edhe në shtet. Me një klient që e kam, që është mjek i një ndër spitaleve më të njohur në Londër, me atë kam punuar që 10 vjet. Dhe ne për 10 vjet kena parashikuar se si mund mjekët të transformojnë rolin e tyre si mjek në një botë ku inteligjenca artificiale dhe robotika e ndryshon biteve i medicinën. A pajtohesh që mund ndodhë diçka me këtë inteligjencë, po gjanat elementare dhe ato që janë të papërfunduara nuk i kryjnë punë kjo. Siç për shembull? Për shembull vdekjen, lindjen, bukën, ujin, domethënë kjo nuk ne kryjnë të punë që njerëzimi i ka kryer me shekuje. Domethënë mundet me ta në Japoni dhe Kinë, në komunikacionin në shumë punë tjera, në gjithçka, por ato që do të mi kryjë, këna mi kryjë vetë prapë na, njerëzit. Ne ende nuk jena të vetëdijshëm te fuqia dhe krijuesi, domethënë inteligjenca dhe mënyrën në të cilën ne shohim vdekjen dhe lindjen. Domethënë me inteligjencën artificiale ne do të krijojmë një ndryshim të mendimit botror. Po prapë do vdesin. Prapë do vdesin domethënë. Atë është pikpyetje. Pse mendon që ka marrë një kohë që njerëz nuk kanë vdekur më? Okej. Domethënë ne shohim procesin e jetës si e kena pa deri tash. Po. Dhe me shkencë është vërtetuar se ne nuk e punojmë turin ton afër 3% maksimum. Maksimalisht është 2%, truri më i zhvilluar në botë. Ne jena nërsi 97% çka truri jon mund bëne. Unë kam pas raste që kam shëruar njerëz për smundjeve shumë të këqija. Kam punu shumë, kanë investuar shumë para sen, po e kryjmë rezultatin. Domethënë ajo është një rezultat. Por nëse shohim se tash ne kena krijuar një teknologji që mendon 1 milion herë më shpejt se ne, dhe i merr informatat 1 milion herë më shpejt se ne, dhe tash nëse shohim nga ana e mjekësisë, domethënë kur vin nga ana e të shiqojmë barna që bëhen precize për njeriu. Domethënë mund të analizojmë gjithë informatat dhe bëjnë një gjë. Dhe momentalisht medicina dhe rigjenerimi i jetës, njerëzit që do të jetojnë për këta 40 vjet, ata të garantoj jetat të vazhdojnë deri në 150 vjet. Çish ka mundësi me vazhdojë deri në 150 vjet? Po ne tash sepse kjo ti grumbullon informatat edhe ti jep më shpejt këtu informata i ka futur njeriu në sistem. Domethënë nuk po bën punë të mëdha këtë jashtëzakonisht. Jo veç. Këtë libër që e kiti këtu unë e pyes atë inteligjencën edhe ai ma servon pak më shpejt se sa. Jo, nuk ta servon më shpejt. Unë shkoj me gjithë memorat jetën nuk ta servon më shpejt. Unë kam thënë këtë në BBC kam thënë. Domethënë nuk është asgjë ajo inteligjencë artificiale. Po. Është kod. Domethënë gjithë informatat hypin, i përpunon më tepër dhe krijon posibilitete më të mëdha. E qartë. Inteligjenca jonë është shumë ndryshe. Domethënë unë nuk i frikëm inteligjencës artificiale. Sigurisht. Për shkak se unë mund ta programoj atë send. Mund edhe bën. Domethënë njeriu që i friket nuk e ka domethënë shkollën dhe edukatën e duhur që duhet që të rritësh ti në një botë që gjithë bota do jetë me inteligjencë artificiale dhe robotikën. E qartë. Domethënë njeriu që e ngrin vlerën e vet, dijen e vet dhe përkushton kohë çdo ditë të mësone diçka, ai do të vazhdojë të lulëzone. Është shumica e njerëzve që nuk e bëjnë atë sen që do ketë një impakt shumë të madh. Po thuaj që ka mundësi me shkujetat e njerëzve deri në 150 vjet? Të garantoj. Mbama këtë fjalë. Për sa kohë? Nëse njeriu jeton për këta 40 vjet prej tash, domethënë vitin 2060-2070,
ne do shohim si standard jeta e njeriu të jetë 150 vjet. Apo mendon që në këtë botë jetën e përcakton njeriu apo është një fuqi që na lëm si Zot? Okej. A beson Zot fillimisht? Okej, unë besoj në Zot. Okej. Okej, po ne edhe besimin që e kena me një mjegull. Me një? Mjegull përpara. Se besimi në Zot ndryshohet me ndryshimin e psikologjisë tënde. Domethënë me ngritjen dhe përpunimin e trurit. Sa më tepër informata që jep ti truri fillon të perceptonë se çka është Zoti në mënyrë të ndryshme. Po, nëse beson Zot janë do rregulla të cilat s'mundesh me besu sipas qefeve të njeriu, janë do rregulla të shkruara. Nëse je musliman i beson Kur'anin, nëse je i fesë katolike i beson libra o tjerë. Ska lidhje, për mu po për fjala, kështu mora si shembull. Çdo fenderoj. Po ne tash jena në një botë që domethënë dituria se kush jena ne është duke zmadhu. Domethënë nëse shohim ne në për epoka të ndryshme, ka epoka ku maksimum jete ishte 28 vjet. Posaçërisht gjatë epokave të luftëve sende. Domethënë nëse shohim ne atë dhe nëse shohim ti në vendet e zhvilluara, derisa është ajo zhvillimi i jetës, në disa vende ata jetojnë deri në 100 vjet. 120 vjet, 130 vjet. Pas një farë elektronike, okay? Me ushqim të mirë, me korrekt, me gjëra sende. Nëse shohim te në vendet e zhvilluara, që zhvillohen ende që janë duke zhvilluar, domethënë ku është stresi më i madh, ku janë sendet njerëzit vdesin më herët. Domethënë kanë smundje shumë më të mëdha. Domethënë prandaj e kushtova jetën në ngritjen e dijes dhe të psikologjisë të njeriu, që njeriu të bënë një upgrade si ja bëjmë upgrade telefonit çdo vit. Dhe nëse bëjmë atë me veten neve, normal se edhe trupi edhe shpirti, domethënë do të jetë më i çlirum edhe më i shëndetshëm. Psikologjia a një faktorin Zot? Po varet se nga cila, varet se ku shef dhe cili filozof ose cili psikolog çka kanë shkruajt. Po ne askush prej ne nuk mund ta pohojmë krijuesin. A e thu Zot ose e thu God ose e thu Univers, domethënë edhe njerëzit që më thujnë unë nuk jam fetar, unë kur parashroj disa pyetje, ata thonë po besoj. Ama formën në cilën ata besojnë është ndryshe. Edhe ne s'kena një dialog që të shohim se çfarë forme ky njeri beson. Ne si zakonisht ja bëjmë paragjykim që njeri s'beson. Ti si individ nuk mund të jetosh pa besime. S'mund të jetosh. Edhe gjithashtu nëse je ti përkulur edhe i falënderuar, ti e din se diçka të ka kriju. Asnjëri prej ne nuk e dim. Ne ndoshta e flasim fjalën Zot, po asnjëri prej nesh nuk e din se çka është ajo. Kena një perceptim të limituar. Ndërton një koncept tonin, një koncept tonin. Çka ke përjetuar, çka shet, çka ke lexuar. Korrekt, çka ke lexuar. Po ajo zhvillohet çdo vit. Edhe posaçërisht tash zhvillimi i shkollës, edukantës, shkencës ka ndryshuar përstepërmi. Edhe tash, domethënë me inteligjencën artificiale. Po janë do gjëra që s'kan ndryshuar përjetësisht, prej që është kriju njerëzimi. Po nxon nga dielli, perëndimi i diellit, dita nota. A ke pa, po këtë vit, prej fillimit janari 2025, kjo kompania që kanë kriju inteligjencën artificiale, që e kanë programu me gjithë ikonat e gjithë shkrimeve që kanë ekzistuar, që kanë qenë në archivat e ndryshme që askush si ka prek për shkak se dëmtimit. Tash me inteligjencën artificiale hiç pa më i prek, ata e dikodojnë dhe fillojnë të krijojnë një histori që ne s'e dim. Një histori që ka qenë tepër e mbyllur. Po deshifrohen domosdoshmë. Deshifrohen sende që njerëzit më të mirë për njerëzimin. Nuk mund t'i dikojnë. Domethënë inteligjenca artificiale të na japë neve një pasqyrë të re se kush jena. A mendon që ka pas qytetërim të lashtë? Më të zhvilluar sikur sot që kemi na? Normal, se kena dhe evidencë për civilizacione të ndryshme që kena pas. Domethënë nëse dëshirojmë ta dimë këtë sen, ke plot arkiva dhe ke plot libra në përbotë dhe ke shumë sende që mund janë të pa deshifruar. Piramidat në Egjipt e plot. Nëse shohim ne veten se çka krijojmë sot, ne duhet të jena shumë budalla, mos besojmë se ka qenë diçka një civilizacion më i madh. Se kur keti një civilizacion, për shembull piramidat e Egjiptit, okay? Ata janë kriju para nesh. Nëse me 1000 vite para nesh. Shumë vite. Nëse shohim në civilizacionin Maja, nëse shohim në Persi, nëse shohim edhe nga ana e Rusisë, domethënë kena ne shumë sende, nga Arabisë. Kena shumë sende që më bëjnë shumë kuriozitet, domethënë më pëlqen të ndryshoj gjëra që i kam nërsi. Edhe ne kur e shohim se çka ka pas, ne na çlirohet mendja për limiteve që ka mund të krijon.
Ne kur e çlirojmë mendjen prej limiteve, edhe inteligjenca artificiale kjo na ndihmon tash. Do të thonë, inteligjenca artificiale na tregon atë që jena ne. Se ne e kena kriju, po neve na duhet diçka jashtë vetes ta kuptojmë veten. E qartë. A mendon që për një me njerëzit ka me jetu një që në 40-50 vjetë tash e tutje? Nuk mendoj, jam i sigurt, jo I tash. sigurt. Tash për 40 vjetet. E ardhmja mas 20 viteve. Për 20 vite për botën është të shumë shkurt 20 garantoj vite. dhe besoj që emision do të jetë gjithmonë do të jetë atje. Unë e ti mund me mojt një emision mas 80 viteve, se Inshallah. e mrim, po thua. E mrim, po thua. E mrim. Ata njerëz që e mbajnë shëndetin tash, për këta edhe ta mbajnë shëndetin për 20 vjet, ti i ngrish shansat që teknologjia që zhvillohet, që të ndihmojnë që ta bësh jetën dyfish që kena tash. A e ushqen njerëzit mirë shpirtin, jo trupin, shpirtin? Okej, shumë pak realisht të tregoj. Shumë pak. Shumë pak. Domethënë, rruga shpirtërore është tjetër punë, se i bëj të dy punët. Domethënë, disa njerëz nuk ju duhen mendimet e një eksperti të zhvillojnë biznesin ose aparat ose produktivitetin. Ata tash e kanë kriju këto asetet dhe ju duhet një njerëz që të punon me veten me rrugën shpirtërore të vetes. Domethënë, vjen koha që pa marrë parasysh ka ke kriju, ti fillon ma tepër të ndërgjegjësoj se e pyet veten kush jam unë. Harroj familjen, harroj fëmijët, harroj biznesin, harroj çdo gjë. Ti dëshiron të dish se kush je ti mbi botën materiale. Dhe këto janë njerëz që pastaj përshkushtojnë dhe gjejnë njerëzit që mund t'ju ndihmojnë në atë rrugë. Dhe është një rrugë private për çdo njeri. Ti je konsulent i bizneseve edhe i njerëzve të suksesshëm. Ama problem është me umor me një njeri që ka sukses, a me një njeri me eduku për sukses? Suksesi ka shumë forma. Në me thëmë, forma e suksesi nuk është e njëjtë për çdo njeri. Qështja jep detyrë dy vetës. Suksesi jam është me morë to dhe mos me lëzu më shumë. Njeriu që shkon dhe dëshiron të ketë një eksperciun, ata e dinë se unë jam ekspert botror. Në me thëmë, me atë vjen edhe investimi. Në me thëmë, njeriu që është i gatshëm të investon në të vetja, ai ka një sukses të kriju. Në me thëmë, nuk është pas gjë. Tash ati jo rrit vlera, se dëshiron punone me një ekspert, ta çlirone atë potencialin e tyre, ose ta çlirone një ankth që ka, ose probleme që i ka, që mund të vazhdonen suksesin e tyre të kryejnë diçka tjetër. Në me thënë, çdo njeri është për mua është një unikat, për shkak se punoj me klienta në Amerikë që e kam klientë, ata punojnë për shtetin e Amerikës dhe punojnë për një informatik që krijojnë produkte si në Star Trek. Do me thënë, si kanë qenë në për filma. Ne jena tu kriju ato produkte me informatikë dhe unë e konsultoj se çka bën edhe ai me diturinë që e merr shkon te shteti i Amerikës, merr para dhe i krijon projektet. Okej. Do me thënë, në punën time nuk ka fush që psikologjia, sjellja njerëzore, biznesi, leadershipi dhe gjithë shërbimet që i ofroj nuk janë ndryshuar njeriu jetën, por gjithashtu organizatat dhe gjithashtu shtetit. Se gjithë neve na duhet një pasqyrë për atë gjë që ne nuk e shohim në vete. Ku hyn këtu guximin këtë pjesë të njerëz të suksesshëm? Guximet. Ti mundesh me pas shumë parë me nisni biznes, shumë ëndra, po guxim s'ki. Çish mi apo? Ja. Nuk dakordohem. Do të thënë, çish mi apo? S'ki guxim, kam janis. Së pari njeriu që krijon një formë të suksesit. A ka guxim, po ka guxim në atë që e vlerësojnë do të thënë në biznes. Po flas për ata që janë në start, pa filluar. Në biznes. Do me thënë se duhet bësh shumë vendime ti që të bësh i suksesshëm. Normalisht. Ndoshta nuk ka guxim në familje, ose ndoshta nuk ka guxim konfidencë kur dale me një vajzë ose djalë që dëshiron të takone. Do me thënë edhe guximi ka forma të ndryshme. Do me thënë kur njeriu më thotë mu nuk kam guxim, është një fjalor i limituar. Do me thënë ti nëse nuk më tregon, se do të pyet pyetje derisa ta përcaktojmë në çfarë formë ti e percepton veten se s'ke guxim. Se është unikat. Zgutoj me investu për shembull. Po, normal që do të investosh nëse ti e vlerëson guximin. Nëse ti e din se çka guximi do t'jape. Për shembull, nëse ti nuk ke guxim bësh ministri i Kosovës. Zbohesh. Ja. S'ka guxim. S'ka guxim. Po ti atëherë merr një konsultent dhe ai ta transformon gjithë psikologjinë dhe sjelljen, dhe të krijon një vizion edhe gjatë kësaj rruge ti guximin ngritet. Fiton guximin, eliminon. Nuk e eliminon, po e transformon në konfidencë. Okej. Do me thënë, qëllimi bëhet shumë më i lartë se sa
friga ose guximi. Cili është pyetja më shpesh që e bojnë njerëzit për biznesin? Shqiptarët thonë që shmi 1 milion nesër, e di këtë punë, po Okay. po mënoj të hujt kështu. Okay. Çka pyesin më shumë? Unë flasit tash në skenën botërore. Po. Në skenën botërore, dhe me thënë shumica e biznesave, shqyqyren se pjesa e biznesit që bëhesh filantrop. Okej. Dhe me thënë filantropin e biznesit dhe vizionin e biznesit. Dhe për shkak se tash kena në një botë që gjërat ndodhin shumë shpejt në çdo sekond. Vërtet. Dhe me thënë biznesi duhet të ketë adaptimin e vizionit të tyre dhe adaptimin e vlerave në punëtori dhe ai vizion të shndrohet dhe inovacioni të jetë gjithmonë aty. Për shkak se konkurenca është tepër e madhe. Tash kena jo veç konkurrencë për njëri tjetrit, por tash kena kriju një inteligjencë artificiale të bëhet konkurrenca e çdo njeriu në botë, pa marrë parasysh se kush je. Dhe kjo është, cila është tendenca e biznesit në botë? Ka me pas sukses më shumë biznesi? Ka më orientu njerëzit? Ka cila fushë e biznesit? Ka prodhimi, Nëse shohim nga ana e perspektivës për 20 vjet, Po. 30 vjet. Domethënë, nëse biznesi nuk ka një formë të produktit ose të shërbimit që hyn në një botë shumë të re që është duke u formuar momentalisht. Domethënë, bota ku inteligjenca artificiale dhe robotika do jetë në çdo sferë të jetës tonë. Domethënë, bizneset që të vazhdojnë të ngrihen janë biznese që janë në përputhje me këtë botë. Domethënë, nëse biznesi sot është duke qenë succession, ajo nuk do me thonë për 2 vjet do të jetë. Kam pa shumë biznesa që kanë ra totalisht. Posaçërisht nëse ata inovacionin dhe nuk bëjnë një gjë që është në përputhje me një botë të re që asnjëni prej ne nuk e dim se si do të jetë, në çfarë forme do të jetë. Domethënë, bizneset e succession investojnë dhe me eksperta që e bëjnë një qartësi se si biznesi i tyre do të transformohet për 3 vjet, 5 vjet, 10 vjet në një botë që ata momentalisht nuk mund ta mendojnë. Domethënë, kur vi unë si ekspert, unë va parashtroj 1 milion pyetje derisa ata krijojnë një qartësi se si kjo botë e re funksionon. Domethënë, ne prej asaj bote mas 20 vjetëve, ne vin moment dhe fillojmë të krijojmë produkte që do të shërbejnë mas 20 vjetëve. Cilat produkte kanë rezistu kohës? Tash kësaj kohës Nuk do të ekzistojnë ose do ekzistojnë? jo që kanë rezistu, i qëndrojnë. Nëse shohim në histori, çdo gjë transformohet. Po. Domethënë edhe ushqimi do të transformohet. Po buka jetë bukë. Tash, po, varet. Domethënë nëse shohim ne tash se si bëjmë nëpërmes edhe mishin e bëjmë artificial. Qysh? Po i kena gjithë makinat tash që bëjnë mishin artificial. Po pa pas atë materialin mish. Po ose jo, se bëjnë në produktin mishin mish. se bëjnë materialin. Jo. me A si çka ke pa bëhen? makinat ata? Me çka bota jo? Domethënë me Lënda e parë, çka është? ata i proteinat e ndryshme, domethënë Okay. çdo gjë që mishi përdoren, ata i kanë nëpërmes të Produkte të tjera. produkteve tjera dhe Po. bëjnë së bashku edhe në makinë dhe t'japin një burger. Edhe njëri i merr Edhe fibrat. i kanë lishu këta sende. I kanë shu. I kanë lishu, po. Na kje shqiptarët pa e shumë prej sende. pulën nuk na bën shumë përshtypje. Domthonë ata mujnë me i prodhu, po të na vjen Po vona mirë, ne kena bafqe, kena Kena sende, bafqe, kena pulën, bujqësi, kena biçin, ama edhe ajo është të vdek. Domethënë Të nëse vdek. shohin trojet Vërtet. nga ana e Maqedonisë, nuk ban kush pulë, po. nuk mban askush me as pula, as lop, unë u rritam bujqësi. Po. Domethënë unë kam shit produktet e fermës në komunitetin shqiptar, maqedon, roman, prej zvogli. Unë u rritam bujqësi, edhe bleta kishim, gjithçka kena pas. Gjithçka, Domethënë e ajo vërtet. ka qenë kënaqësi dhe më mësoi shumë sende që tash në përbotën i përdori. I përdor. Normal se çdo gjë të mëson. Për shembull, unë s'ka problem shitjen. Domethënë shitjen unë jam mësuar prej zvogli si qes. E marr një produkt mund ta shesi. Tregtinë, Veç ja ndryshoj tregtinë unë s'kam problem. Domethënë ne si shqiptar kena, po çka s'kena pas, domethënë s'kena pas në diturinë si ti menaxhojmë financat për një kohë shumë gjatë. A do të thonë këtë problem e kemna. Nuk jena konsistent në menaxhim. Pse ndodh kjo? Në firmat shqiptare që kam punu, Po. ata domethënë punojnë. Për nëse unë kërkoj dokumentat e strategjisë, plan programit, vizionin 5 vjetor, 10 vjetor, asnjë se ka. E kanë në kokë. E kanë kokë. Po. Asgjë nuk bëhet në kokë. Gjithçka ne duhet ta bëjmë në botën materiale. Domethënë prandaj unë shkruaj libra. Edhe ndryshimi kur punoj me klienta, një gjë që e bëj me çdo klient, ata duhet shkruajnë shumë kur punojnë me mua. Se kur koka e shmras çdo gjë, kokës i jep një hapësirë që ti Për kesh mu një mbush, prap. për po mbush prapë. Ne mbushim, asgjë nuk dalim jashtë, shkarkojmë. presim, edhe çka bëhet nëse mbushim ne gotën gjithmonë me ujë, edhe se shmrasim,
E njëjta bëhet me diturinë, e njëjta bëhet me trupin, prandaj trupi bllokohet. A jem popull i lexuar? Ti je autori shumë librave, njërin prej tyre ne kemi sonte këtu. Sa libra edhe a jem popull i lexuar shqiptar? A lexojmë na? A lexojmë për çfarë veç kur kemi nevojë për hym provim? Problemi është nuk kena një balans edhe nuk kena një shprehje ditore për lexim. Domethënë kena një stres shumë të vogël që e bëjnë këtë send, kam takuar shumë njerëz që me vërtet mburem që jam shqiptar. Domethënë ne duhet bëjmë si një rol për çdo njeri dhe një gjë që më dha një perceptim shumë pozitiv te klienta që janë miliardera në Amerikë, në Anglinë, në Evropë, fëmijët e tyre çdo ditë kanë shprehit atë leximit 1 orë lexojnë libra. 2 orë. 2 orë çdo ditë. Po flet për familjet e miliarderëve. Miliarderë, familjet royale, domethënë ata e kanë leximin. Shprehi leximin. Shprehi leximin. Domethënë nëse e shohin, për shembull nëse njefi shumë njerëz tash, njefi nëse e marrin Bill Gatesin si shembull, për shembull. Ai tash ka krijuar edhe një shërbim, domethënë ai çdo javë lëshon email për libra që lexon. Ai lexon, rekomandon. Jo, i lexon librat dhe rekomandon për tjerë. Rekomandon dhe tregon se çka ka marrë prej këtij libri. Domethënë është një njeri që parat nuk i duhen, i ka kriju. Po ende edhe në moshën e ati, ai çdo ditë lexon. Ke këshilluar miliardera, lulëzon jetën. Ke këshilluar miliardera. Cila është nevoja e miliarderëve për shembull? Çka ka nevojë miliarder? Për çka ka nevojë? Ne harrojmë se edhe miliarderi s'ka qenë askushin me një kohë. Po, është njeri edhe ai. E kam qartë. Është njeri edhe ai. Po cilat janë nevojat e tij? Të përditshme ose të kopaskosme. Do të parashtoni për çfarë tjetër. Po, si miliarder. Si miliarder, normal, si 2 miliardera, si 2 miliardera. Për shembull, para se me ekzistu ky objekti, cili ishte nevoja jote? Me kriju një vend pune. Një vend pune. Tash ke kriju objekt, cila është nevoja jote? Me mbajt. Me mirëmbajt, me mirëmbajt punëtorin, me mbajt gjë, me zhvillu. Me zhvillu. Domethënë, kur vinte në një shkallë të suksesit atë madhe, po pa ata kanë shumë pra, dyqysh. Nuk ka shumë. S'ka shumë biznes, a? Ja, domethënë ne krahasojmë veten, ne jemi qenie që gjithmonë krahasojmë. Domethënë edhe inteligjenca jon gjithmonë krahason njëri tjetrin. Po gjithashtu ne krahasojmë edhe në biznes. Po ajo nuk domethënë është gjëja që ne e masim suksesin. Për shkak se gjithmonë do të ekzistonte një njeri që është më i mençur se ty, më budall se ty. Një njeri që është më i suksesshëm se ty, më keq se ty. Domethënë njerëz janë me një rreth të cilët nuk kanë fund kurrë. Secili është në vendin e vet rreth. Po jeta është rreth. Rreth. Jeta është rreth. Çka ka nevojë thellën një herë miliarder më konkret kështu? Për çka ka nevojë? Për njerëz, për hala lek më shumë, për hala kështu vëmendje më shumë, për çka kanë nevojë ata? Së pari, kur jeti në pozitën e një miliarderit, domethënë paragjykimet që të vijnë pe botës janë shumë të mëdha. Për shembull? A ke dëgjuar kur njerëzit flasin keq për miliarderat? Po. Domethënë si njeri, ti duhet ti marrësh ata informata dhe çka do bësh me ata informata. Domethënë jetën publike është tepër e rëndësishme për një miliarder, ose për një lider, ose për një njeri i suksesshëm. Ka shumë çka thot bota për ta. Çka thot bota për ta. Domethënë ajo ka pasur një ndikim psikologjik dhe emocional. Dhe ti nëse shef, për shembull nëse merr një aktora që janë miliardera tash, se kena ne plot yje që janë edhe në muzikë, edhe në aktora që hipin shumë para, edhe fama u ndikon shumë keq. A bie ata herë në depresion? Korrekt. Jo vetëm depresion, kanë edhe depresion, kanë strese të ndryshme, kanë smundje të ndryshme, kanë probleme, konflikte me partnerët e tyre, në familje, me fëmijët, me punëtorinë. Domethënë një vizioner, miliarder, nuk është në njëjtën dije me njerëzit që ai rrethakohet. Domethënë ka një jo balans nga e tha më herët që parja është mjet me kry punë kur gjithçka pse po luftat përpara, bro. Pra shumë njerëz pushtohen shumë vena, shkatërrohet shumë pasuni, e krejt në fund kjo është për më shumë pare, më shumë qasje në asete që mund të kthehen në pare. Parja është veç një element i luftës. Elementi kryesor për më vonë, ndoshta. Ka shumë sende kur vjen deri te konflikti, nuk vjen veç çështja e paras. Domethënë askush nuk hipën luftë për çështjet paras. E qartë, po territori është para. Ka çështje shumë të mëdha ka aty.
por nëse kthehena prapë te sjellja njerëzore, domethënë ne si qenie, nuk kena ngrit atë vetdije që të shohim njëri tjetrin si fëmijë të krijuesit. Domethënë të kena një respekt ndaj njëri tjetrit dhe të kena një mënyrë në të cilën ne bashkëpunojmë. Që thojmë duhet me dashme hatër të Zotit të fundit. Po, ama ne kena fjalën po jo veprën. Vërtet. Edhe A si janë njerëzit zakonisht te populli jon, ne kena shumë fjalë. Ne kena hup gjën kryesore ne si popull jena mburr, domethënë atë që më kanë bërë edhe gjyshi edhe nana edhe baba, besa bes. Unë ta tregova një rast, domethënë kur erdhi puna e përkthimeve të librave, njëri ma dha besën e hiç kusëm fjalën se ka thënë asgjë. Okay. Edhe mbrapa ta bën atë një ignorim. E Domethënë kuptoj. kjo është ajo gjë që popullin tonë e zdon shumë poshtë. Domethënë kur t'japësh fjalën në njeriu, e mban fjalën. Pse njerëzit janë të pangopshëm për shembull? A është natyra njeriu që kërkon Është- gjithmonë më shumë apo është si e mbaruar si krijesë Po, e pangopshme? Ne Çka ngop njeriu? Ne jena, po, okay, ngopja është pak është përcaktuar prej personit. Nuk është një gjë që është kolektive. Domethënë çdo njeriu ka shprehësira në vete. Po shumica e njerëzve janë duke si më kon të pangopshëm. Edhe Tu janë është nis prej politikës. aha. Tu janë nis prej secilit profesion ndoshta, prej deri te ata miliarderat. Që ata hala krijojnë, fillojnë me punu, i Po kojshin jo se veç kryen, ata punojnë me mia njerëz. Pse janë njerëzit kaq kërkues? Pse janë njerëzit kaq pangopshëm? Ne jena, domethënë, të krijuar në atë formë. Okej. Domethënë nuk ka limite se sa ti dëshiron të plotësosh shprehësirat që i ndjen në vete. Domethënë nuk ka boll te njeriu. Nuk ka boll. Domethënë nuk je kriju të jesh boll. Je qartë. kriju të çlirosh potencialin tënd. E qartë. Domethënë disa njerëz, domethënë janë të kënaqur me atë që kanë. Dhe kjo vjen çka dallon njeriu që shkon shumë larg për njeriu që është i kënaqur me një rrogë mesatare. Që Po nëse unë va parashtroj pyetjet, unë të garantoj se nuk janë të kënaqur. cilët janë Po, më të i japin lumtur? vetës gajret. Cilët janë më të lumtur? A ata që kanë shumë, a ata që kanë mesatarisht, a ata që nuk kanë hiç? Po lumturia nuk vjen prej këtive, nuk përcaktohet Elementeve. prej këtive elementeve. Qysh me gjetë lumturin pra? Okej, lumturia gjendet për sefte duhet të kesh një qëllim. A ekziston si Jetësor. koncept më së pari lumturia? Se Jo, koncept për shumë i shkak gjatë. se të ketë 8 bilion njerëz edhe forma e lumturisë është shumë e ndryshme për Po. gjithë njerëzit. Domethënë nuk mund të vidojmë të një formulë të lumturisë. E qartë. Domethënë, shumica e njerëzve, një gjë që ma prit edhe miliarderët. Kur fillon ti kesh vlerë më të madhe te vetja, shumë njerëz në popullat nuk kanë paqe me veten. Domethënë kanë konflikte të brendshme të vetes që edhe nuk flenë mirë. Jo se nuk flenë mirë, marrin bana për flet ose mbajnë telefonin afër vete. Domethënë Unë, shumë afër e maj. në kohën e Kuhën, sotme kena aq shumë gjëra që na fokusojnë prej paqes. Domethënë, seftën e kur jena në qetësim me veten, ne mund të jena në qetësim me botën. Dhe për shkak se dinamikës së jetës dhe për shkak se gjëra që ti si një lider ose si një pronar ose në televizor ke mysafir, ti dëshiron që çdo emision ta krijosh sa më bukur. Me atë sende vin shumë hapa që duhet t'i bësh që ta krijosh emisionin, ta krijosh eventin, të krijosh çdo gjë. Domethënë, ta merr shumë kohë për këto sende për shkak se e don punën. Domethënë, për ty lumturia do të jetë për shembull, ta flasit drejt, që çdo mysafir që ke, kur dare për këtu të ta jape dorën të përqafonin të thotë faleminderit. Është korrekt ose jo? E qartë. Okej. Mirë. Autori sa librave je? 7 librave, edhe tash del libri i ri. Që flet Am. gjithmonë për suksesin edhe për lidhjen e zemrës me trunin. Do të thonë ky i fundit e ka këtë E ka këtë këtë mesazh, korrekt. kur lidhet truni me zemrën, Se shumica efekti është i madh. ma pysin. Pyetja është cilën ta ndëgjoj, zemrën a mendjen. Cila është më e rëndësishme? Hajde ti trego, më apo trap një sqarim. Ka një herë zemra i prin pak ndoshta trunit, por truni e sqjellon mandej. Atë rrahjen, atë godit, atë thirrjen. Është mirë që njeriu të ndëgjoni të dyja. Domethënë të ketë një balancë. Për shkak se njeriu shumë tepër i bën një konfuz mes zemrës dhe emocioneve. Dhe nuk din ta dinë se ç'është qartësia e dashurisë së zemrës
për çka emocionet të tregojnë. Domethënë ai komunikimi i emocioneve dhe komunikimi val. Edhe e perceptojnë se është dashuri. Domethënë ne na kanë programu dashuri është kur ne t'japim diçka. Okej. Por nëse dikush të kritikon nuk është dashuri. Edhe kjo është problem të çiftet në botë. Domethënë presin njeriu të jetë një anshëm. Domethënë ti nuk e don gjithë njeriu, e don gjysmën e njeriu. Gjysmën? Gjysmën e njeriu. Jo krejt. Domethënë Andohet kështu. Më ata ndane 8 pjesë, ka lidhje. Ndajnë, po kur I pisi dhe njëherë kur vinë njerëzit që s'kan çifte, nuk janë që dëshirojnë dashuri të kenë. Edhe e bëjmë si një test sefte dhe veç shofi ku e kam psikologjinë. Domethënë ç'është ajo që I ndërpren ato të binë një partner të jetës që mund të krijojnë një jetë përbashkët. A mendon që jeta e njerëzve ka njerëz është në kriza të mëdha? Ku janë pse ka çfarë faktorë që ndikojnë ashtu më shumë tek jetat e njerëzve? Në këtë rast çifte, në këtë rast sefte nga ana e shkencës, domethënë jo veç femnat shkojnë në menopause, edhe mashkullit shkojnë në njëjtën proces dhe I kena krizat e mesjetës. Domethënë ti kur në fillim do të shkollohesh, ose do të kesh një zanat, do të kesh punë, domethënë nuk ke asgjë përveç atë fokus. Domethënë ti kur fillon e ngrim pak financën, e ngrim pak domethënë atë sigurinë në vete, sigurinë elementare për shtëpi, për dalësh jashtë kur është në përpushime, kur fillon te faza tjetër e jetës, të shohësh çka është diçka tjetër mbi atë që ke kriju, do të krijohet një krizë dhe një konfuz me veten. Domethënë jeta gjithmonë do të ketë këto shkallë të ndryshme, dhe ti kur e menaxhon një shkallë shumë të mirë, je gati të ngrish dijen dhe nivelin e suksesit dhe paras ose dashurisë në një nivel tjetër. Domethënë këta janë procese të jetës që çdo njeri I ka, po I kanë në faza të ndryshme. Dhe dallimi se njeriu I kalon është domethënë sa ke punu me vetveten, sa ke inteligjencën emocionale të ngritur dhe sa ke trurin e ngritur dhe si truri jot percepton sfidat. Dhe çfarë masa dhe çfarë veprime bën në atë moment kur diçka të sfidohet. E qartë. Jeton Selimi, tash po jeton në Londër, autori 7 libra. Në gjuhën shqipe asnjë libër deri tash? Jo, u publikuan në gjuhën spanjolle. Gjuhën spanjolle. Sa gjuhë ke libra tua? Tash në dy gjuhë, anglesen edhe në gjuhën spanjolle. Pse në gjuhën spanjolle? Ke gjetur ndonjë burim që të mbështet Jo, apo? ata hyn direkt në kontakt dhe I morën të drejtat e librave dhe I përkthyn gjithë librat në gjuhën spanjolle. Nuk keni pas në gjuhën shqipe këto libra? Besoj një hyn në shtëpitë bosuse, një hipin kontakt, një I marrin të drejtat dhe ti botojmë korrekt. Janë të mirëseardhur. Shpresoj që me I pas këto libra edhe në gjuhën shqipe dhe të na ndihmojnë pak për ushqimin e shpirtit dhe të mendjes. Në të mendjes, në shpirtit, në biznesit, në karrierës, edhe familjes. Në moment që e ki shpirtin edhe mendjen mirë, punë tjera I ki letë më ndemi ba. Është shumë lehtë. Kur e ki të dyja mirë, korrespondojnë tani punë tjera, besoj që nuk kanë të lashe të mëdha shumë. Korrekt. Jeton, faleminderit që erdhe për Londrës sot në Prishtinë, Kosovë Show, po të shoh që aty e ki një dhuratë për Diamonds Clinic, besoj që ki me shku tash edhe mu bo ti bukur je, po hala ma... është një brand I mirë, për shkak se nëse shohim që jetoni në Angli, këto produktet amerikane I doni, domethënë se Anglia më Amerikë... I thash artës një ide që domethënë vine në Angli kur janë konferencat e kozmetikës. Domethënë të bëni një prezantim atje të bëni, për shkak se në kohën e sotshme, domethënë zhvillimi I biznesit mund shkon në tambotën. Sigurisht, ishte kënaqësi. Gjithashtu faleminderit. U pafshim në suksese tjera. Amin. Faleminderit shumë. Faleminderit. Marketing.